Një nga shenjat e profecisë të dërguar të Zotit Muhamedi është përmbushja e paralajmërimeve të tij. Ndër më të njohurat është hadithi për një zjarr që do të dilte nga toka e Hijazit dhe do të ndriçonte deri në Basra. Ky zjarr u shfaq realisht në vitin 654 Hijri, pra Medinës, nga vulkani El Melesa. Lava e tij arriti afër xhamisë profetit, por u ndal në kufit e haremit dhe nuk depërtoi brenda tij. Ngjarja u transmetua nga shumë dietarë si Ebu Shame, Ibn Kathiri dhe Neveviu, dhe drita e zjarrit u pa edhe në vende shumë të larta si Basra dhe Sham. Shpërthimi i zjarrit rreth 52 ditë u shoqërua me tërmete dhe frikë të madhe, çka bëri që njerëzit të pendoheshin dhe të ktheheshin te Zoti. Kjo ngjarje mbetet një dëshmi e qartë e vërtetësisë së profecisë dhe një shenjë që forcon besimin e besimtarëve.